السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ولهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. Ajeti I parë që recitova është nga surja El-Bekare, përkthimi I tij është: Ata që shpenzojnë pasuritë e tyre natën dhe ditën, fshehurazi dhe haptazi, e kanë shpërblimin te Zoti I tyre, dhe ata nuk do të kenë as frikë e as nuk do të pikëllohen. Ajeti I dytë është nga surja Adh-Dhariyat, në të cilin Allahu I Madhrishëm thot: në pasuritë e tyre kishte pjesë edhe lypsi, edhe ata nevojtarë që nuk lypnin. Sot do të përmend disa ngjarje lidhur me shembullin e bujarisë dhe të zemërgjërësisë së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Nga këto transmetime kuptohet se si profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam u tërhoqi vazhdimisht vëmendjen besimtarve drejt kësaj cilësie dhe gjithashtu si ishte vetë praktika e tij. Ajetet që recitova, siç e përmenda, dhe shumë ajete të tjera si këto tregojnë se Allahu I Madhrishëm na ka tërhequr vëmendjen drejt përmbushjes së të drejtave të Allahut dhe të drejtave të njerëzve, drejt përmbushjes së nevojave fetare dhe gjithashtu nevojave të nevojtarve. Në këtë urdhër, profeti sallallahu alaihi wasallam I tërhoqi vëmendjen besimtarit të vërtet drejt kësaj rruge. Por mbi të gjitha, ai vetë paraqiti shembullin e tij dhe me jetën e tij na tregoi praktikisht si të përmbushim urdhrat e Zotit të Madhërisëm. Pra nuk ishte vetëm një cilësi e vetme, por çdo çast I jetës së profetit sallallahu alaihi wasallam ishte në përputhje me Kur'anin e shenjtë. Prandaj Hazrat Aisha radhiyallahu anha lidhur me cilësitë e tij tha: Kana khuluquhul Qur'ana. Morali I tij ishte vetë Kur'ani. Pra, cilën do cilësi morale që të merrni, profeti sallallahu alaihi wasallam ishte shembulli më I lartë I saj. Një shembull për te I të cilit nuk mund të paraqitet asnjë shembull tjetër. Sidoqoftë, siç thash, sot do të paraqes disa transmetime lidhur me cilësinë e bujarisë dhe të zemërgjërësisë së profetit sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Enesi radhiyallahu anhu tregon se profeti sallallahu alaihi wasallam lutej me këto fjalë: Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhli wal kasali وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات. Të më thënë, o Allah, unë kërkoj mbrojtjen tënde
nga kopratësia dhe nga përtatësia, nga pleqëria e skajshme, nga ndëshkimi i varrit dhe nga sprova e jetës dhe e vdekjes. Po në lidhje me këtë, ekziston edhe një lutje tjetër, një transmetim që vjen nga Hazrat Enesi. Profeti sallallahu alaihi wasallam bënte këtë lutje: Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wa dhala'i ad-daini wa ghalabati ar-rijal. O Allah, unë kërkoj mbrojtjen tënde nga shqetësimi dhe pikëllimi, nga pafuqia dhe përtatësia, nga frika dhe kopratësia, nga rëndesa e borxhit dhe nga mbizotërimi i njerëzve mbi mua. Po kështu, lidhur me shpenzimin në rrugën e Allahut dhe ndihmën ndaj robërve të tij, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam u dha këtë këshill besimtarëve. Hazrat Esma radhiyallahu anha tregon se profeti sallallahu alaihi wasallam i tha: mos e mbaj qesen të lidhur, hape atë, përndryshe edhe prej teje do të ndalet. Pra qesja ku ke vendosur paratë tua, mos ja mbaj gryken të mbyllur, por shpenzo sipas nevojës dhe ndihmo të tjerët. Në një rrëfim tjetër, fjalët janë këto: mos jep duke numëruar, por ndryshe edhe Allahu do të jap duke numëruar. Domethënë, nëse Allahu i lartësuar të ka dhënë mirësi, atëherë përmbushe të drejtën e mirënjohjes ndaj tij, dhe e drejta e mirënjohjes është që ti ndihmosh të tjerët. Atëherë Allahu i Madhërisëm do të jap edhe më shumë. Transmetohet nga Hazrat Abu Huraira se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam tha: njeriu bujar është afër Allahut, afër xhenetit, afër njerëzve dhe larg zjarrit, kurse kopraci është larg Allahut, larg xhenetit, larg njerëzve dhe afër zjarrit. Një njeri i paditur por bujar është më i dashur tek Allahu i Madhërisëm se sa një adhurues koprac. Pra, edhe nëse dikush është adhuruesi i Allahut, pra që bën ibadet, por është koprac, përballë tij një njeri i paditur por bujar është më i pëlqyer nga Allahu i Madhërisëm. Hazrat Abu Bekr Siddiku tregon se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha: nuk do të hyjë në xhenet as mashtruesi, as kopraci dhe as ai që përmend shumë mirësinë që i ka bërë dikujt. Pra, këto janë tre cilësi: njeriu mashtrues, njeriu koprac dhe ai që pasi bën nder ndaj dikujt ja përmend shumë. Të tillët nuk do të hyjnë në xhenet. Po kështu, në një rrëfim, Hazrat Abu Huraira tregon se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha: besimtari është i qiltër dhe bujar, ndërsa njeriu i ligë është mashtrues dhe i ulët. Pra këtu i qiltër nuk ka atë kuptim që disa njerëz në gjuhën tonë i japin fjalës i thjesht sikur të jetë dikush me pak mend. Përkundrazi, për besimtarin është thënë se ai ka shumë pretësi dhe është larg pamës, edhe mbretësia e besimtarit ka rëndësi të madhe dhe duhet të jemi të kujdesshëm ndaj saj, përmendet në hadith. Kuptimi këtu është se besimtari është njëri që shmang grindjet, është fisnik, është zemër hapur, i dashur për njerëzit dhe i denj për respekt. Pra këto janë shenjat e besimtarit dhe ky është një standard për ne që ne të bëjmë vetë llogaritje. Në një rrëfim tjetër, Mutarifi transmeton nga babai i tij, ai thotë: shkova te profeti sallallahu alaihi wasallam ndërsa ai po recitonte surën El-Hakumut Takathur. Profeti tha: biri i Ademit thot pasuria ime, pasuria ime. Pra njeriu, sidomos ai që ka pasuri, thot: kjo është pasuria ime, kjo është pasuria ime. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha: o biri i Ademit, pasuria jote është vetëm ajo që e hëngre dhe përfundove, ajo që e veshe dhe e vjetrove, ose ajo që e dhe si sadaka dhe e dërgove përpara. Pra profeti sallallahu alaihi wasallam tha se pasuria juaj është ajo që e keni shpenzuar, por pasuria më e mirë është ajo që e keni dhënë si sadaka dhe e keni paraqitur para Allahut të Madhërisëm. Ajo që e keni shpenzuar për të përmbushur të drejtat e robërve të tij dhe në rrugën e tij. Kjo është ajo pasuri që në botën tjetër do t'ju kthehet shumë fish.
Prandaj Zoti i Madhërisëm ka thënë se ata nuk do të kenë as frikë, siç u përmend në ajetin që ju recitova, dhe as nuk do të pikëllohen, sepse sakrifica që kanë bërë, bujaria që kanë treguar, pasuria që kanë shpenzuar për të tjerët do t'u kthehet në botën tjetër. Hazrat Abdullah bin Masudi thoshte se profeti sallallahu alaihi wasallam tha: vetëm në 2 gjëra lejohet të kihet zili e mirë, një njeri të cilit Allahu i jep pasuri dhe pastaj i jep fuqinë që ta shpenzojë atë pa kursim në vendin e duhur, dhe një njeri të cilit Allahu i ka dhënë urtësi dhe ai gjykon sipas saj, vepron sipas saj dhe u mëson edhe të tjerëve. Pastaj duke këshilluar në një rast, profeti sallallahu alaihi wasallam tha, Hazrat Abu Umama tregon se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: o biri i Ademit, të shpenzosh pasurinë që të tepron nga nevoja është më mirë për ty. Pra Allahu i Madhërisëm ju ka dhënë pasuri, plotësoni nevojat tuaja sigurisht, por pasurinë që është përtej nevojave tuaja, shpenzojeni. Ndërsa ta mbash atë të grumbulluar është e keqe për ty. Dhe nuk do të qortohesh për atë që mban sipas nevojës. Pra nuk do të pyetesh pse e mbajte pasurinë që të duhej për nevojat e tua. Dhe fillo, tha profeti, me atë për të cilët je përgjegjës. Pra mënyra e shpenzimit është kjo: ata që janë përgjegjësia juaj, fëmijët tuaj, bashortja dhe familja juaj, të afërmit tuaj të varfër, ose ata për kujdesin e të cilëve jeni bërë përgjegjës, ata kanë të drejtën e parë mbi pasurinë tuaj dhe mbi ndihmën tuaj. Pastaj profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam tha: dora e sipërme është më e mirë se dora e poshtme. Hazrat Abdullah bin Masudi tha se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam tha: pyeti, kush prej jush është i tillë që pasuria e trashëgimtarit të tij të jetë më e dashur për të se sa pasuria e vet? Pra, a ka ndonjë që e thot se pasuria që po u lë trashëgimtarëve është më e dashur për mua se sa ajo që kam vet ose që shpenzoj për veten? Njerëzit thanë: o i dërguari i Allahut, nuk ka asnjë prej nesh që të mos e doj më shumë pasurinë e vet. Pra, ajo që kemi në dorë e duam më shumë. Profeti tha: atëherë pasuria e tij është ajo që e ka dërguar përpara, ndërsa pasuria e trashëgimtarit të tij është ajo që e ka lënë pas. Pra, ajo që e keni dërguar përpara, që e keni shpenzuar në rrugën e Allahut dhe me të cilën i keni ndihmuar të varfrit, ajo është pasuria më e mirë. Ju do të merrni shpërblimin e asaj në fund, ashtu siç Allahu i Madhërisëm ka thënë në Kur'anin e Shenjtë. Cili ishte vet shembulli i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam lidhur me shpenzimin pa ngurim të pasurisë të parave dhe lidhur me mbështetjen te Allahu i Lartësuar? Lidhur me këtë, Hazrat Abdullah bin Masudi tregon se profeti sallallahu alaihi wasallam shkoi tek Bilali dhe pranë tij ishte një grumbull hurmash. Profeti tha: o Bilal, çfarë janë këto? Bilali tha: o i dërguari i Allahut, këto i kam mbledhur për ty dhe për mysafirët e tu. Profeti tha: a nuk friksohesh se mbi këtë grumbullim mund të vijë vala e nxehtë e xhenemit? Pastaj profeti e këshilloi Bilalin dhe tha: o Bilal, vazhdo të shpenzosh dhe për sa kohë është Zoti i Arshit, mos ki frikë nga varfëria dhe uria. Një shembull tjetër i jetës së profetit në këtë drejtim është ky. Hazrat Aisha tregon se ajo theri një dhi, e ndau mishin e saj mes të varfërve dhe mbajti pak edhe në shtëpi për ta ngrënë. Profeti sallallahu alaihi wasallam pyeti: sa mish ka mbetur? Hazrat Aisha u përgjigj: ka mbetur vetëm kjo shpatull. Pra, kur e dëgjoi këtë, profeti sallallahu alaihi wasallam i tha: e gjithë ka mbetur përveç kësaj shpatulle. Pra, ajo që e shpërndave ka mbetur, sepse ajo do të vlejë në botën tjetër, ndërsa kjo që ke mbajtur për ta ngrënë vet, nuk është ajo që do të vlejë atje. Në botën tjetër do të vlejë pikërisht ajo që njeriu e ka shpenzuar. Hazrat Muavia, duke mbajtur fjalim, tha: e kam dëgjuar profetin duke thënë: unë jam vetëm shpërndarës, ndërsa Allahu është dhënësi. Cilësia e bujarisë dhe e zemërgjërësisë gjende në qenjen e bekuar të dërguarit të Allahut në shkallën më të plot edhe para misionit profetik. Dhe për këtë dëshmoi, siç e lexojmë, bashortja e tij e dëlir, Hazrat Hadija radhiyallahu anha, në kohën kur i zbriti profetit shpallja e parë, kur ai u kthye në shtëpi i shqetësuar. Hazrat Hadija
radhiyallahu anha I tha se nuk kishte pse të shqetësohej. Tha, pasha Zotin, Allahu nuk do të turpëroj kur ti I mban lidhjet farefisnore, mban barën e të doptit, bën ato mirësi që janë zhdukur, mirëpret mysafirin dhe I ndihmon ata që ndodhen në fatkeqësi. Pastaj në një transmetim Hazrat Abu Said Hudriu tregon se I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha, dy cilësi nuk mund të bashkohen tek besimtari: kopratësia dhe keqsjellja. Pra, besimtari nuk do të ketë as kopratësi, as ai nuk do të jetë me sjellje të keqe. Edhe kjo është një mas për ta vlerësuar vetveten. Pastaj duke udhëzuar për të ruajtur nga kopratësia, profeti sallallahu alaihi wasallam tha, transmetohet nga Hazrat Jabir bin Abdullahu, se I dërguari Allahu tha, ruhuni nga padrejtësia, sepse padrejtësia do të jetë errësirë në ditën e Kiametit, dhe ruhuni nga kopratësia e lakmia, sepse kopratësia I shkatroi ata që ishin para jush, ajo I nxiti ata, kështu që derdhën gjak dhe I bën të lejuara gjërat që ishin të ndaluara. Hazrat Abu Huraira radhiyallahu anhu tregon se I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha, tek një rob nuk mund të bashkohen kur pluhuri I rrugës së Allahut dhe tymi I xhenemit, dhe në zemrën e një robi nuk mund të bashkohen kur lakmia e kopratësia dhe besimi. Siç është përmendur edhe në rrëfim të mëparshëm, njeriu lakmitar I pangopur dhe kopratës nuk mund të jetë besimtar I vërtet. Pra, këto janë standardet. Nëse duam të bëhemi besimtar, duhet të ruhemi nga lakmia, edhe nga dëshira e pangopur, edhe nga kopratësia. Transmetohet nga Hazrat Abu Huraira radhiyallahu anhu se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam tha, nuk ka asnjë ditë në të cilën kur robërit të zgjohen në mëngjes të mos zbresin dy engjëj. Njëri prej tyre e thot, o Allah, jepi atij që shpenzon, ndërsa tjetri thot, o Allah, bëje të shkoj dëm pasurinë e kopratësit. Pra, për atë që shpenzon, engjëlli lutet që Allahu t'jap më shumë në këmbim, ndërsa për atë që tregohet kopratës dhe mban pasurinë të bllokuar, engjëlli lutet që pasuria e tij të shkojë dëm. Edhe në këtë botë, një pasuri e tillë nuk ka bereqet, pra e kopratësit. Këtë e shohim shpesh dhe shumë njerëz e shprehin vetë, ndërsa në botën tjetër ajo pasuri nuk do t'i sjellë as dobi. Allahu I Madhrishëm në një vend ka thënë që ata që shpenzojnë në rrugën e tij dhe nga dashuria për të, ai u jep shpërblimin e tyre. Hazrat Enes bin Maliku tregon se I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte më I bukuri ndër njerëz, më bujari ndër njerëz dhe më trimi ndër njerëz. Po kështu në një transmetim tjetër, Hazrat Enesi tregon se I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam tha, aty u tregoi për më bujarin ndër të gjithë bujarët. Pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam vetë u përgjigj, tha, Allahu është më bujari ndër të gjithë bujarët dhe unë jam më bujari ndër bijtë e Ademit. Pra, tha, mes njerëzve në këtë botë, profeti sallallahu alaihi wasallam ishte më bujari. Po kështu transmetohet nga Hazrat Ibn Abbasi se I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte më bujari I të gjithë njerëzve në mirësi dhe në muajin e Ramazanit ishte më bujari se kur. Gjibrili alayhis salam takohej me të çdo vit në Ramazan derisa kalonte Ramazani. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam I recitonte Kuranin. Kur Gjibrili alayhis salam takohej me profetin, atëherë I dërguari Allahut bëhe më bujar në mirësi se ere e fuqishme. Shpenzonte sikur të kishte ardhur një stuhi. Këtë temë Hazrat Musleh Maudi, pra Hazrat Kalifi I dytë I xhamatit, e ka shpjeguar në një hutbë në këtë mënyrë. Tha, kur profeti tregonte bujari, e bënte në shkallën më të lartë, madje sahabët tregojnë se sidomos në Ramazan, profeti shpenzonte në atë mënyrë sikur të frynte një erë e fuqishme, por bashkë me këtë ai zbatonte edhe urdhrin, wala tubadhir tabdhira, mos shpenzo si dorëshpuar. Pra profeti nuk e kthente bujarin në shpenzim të kot dhe nuk e përdorte pa vend. Bujaria ekzistonte, por Allahu ka dhënë edhe këtë urdhër që të mos bëhet shpërdorim, të mos hidhet pasuria pa arsye dhe të mos shkatërrohet. Edhe bujaria e Hatim Tajut është e famshme, por bujaria e tij ishte vend e pa vend. Ishte si shpreha në gjuhën urdu,
me ëmbëlsirat e ëmbëltores bën Fatiha për gjyshin, मुकम्मल के हिसाब से नहीं होती थी। që do të thotë se ai nuk kishte pasurinë e vet, por të trashëguar. फातिहा वाली सखावत Pra Hatim Taiu. Andaj, çfarë të drejtë kishte mbi pasurinë e babait që ta shpërndante? तो उसका क्या हक? Për Hatim Taiu thuhet se bujaria ishte në natyrën e tij që nga fëmiria. Në fund babai i tij pa se ai po ja shpërdoronte pasurinë, prandaj e dërgoi jashtë që të ruante devet. उसको बाहर भेज Një ditë ai pa se erdhën 3 burra, 3 poetë të mëdhenj. और एक दिन I pa se ishin udhëtar dhe për mikpritjen e tyre theri उन्होंने të 3 devet. उसको Ata i thanë, सफर ne jemi vetëm 3 veta, një deve është e mjaftueshme. 3 ऊँट कुर्बान कर Ai tha, jo, nëse therr vetëm një, atëherë 2 të tjerë do të mbeten si të varur prej saj. Ishte pasuria e babait, pra e marr falas, dhe ai i theri të 3 devet për ta. Ndoshta diçka ka mbetur, ndoshta është përdoruar, ose ndoshta ja ka dhënë dikujt tjetër, sidoqoftë. Babait të tij ju duk shumë keq që ai po ja shpërdoronte pasurinë në këtë mënyrë. आपको भी बड़ा बुरा लगा। Por pasuria që vinte te profeti sallallahu alaihi wasallam ishte pasuri e tij dhe ai e shpenzonte sipas udhëzimit të Kuranit, duke marrë parasysh vendin dhe rastin. मौका माहौल के हिसाब से आप खर्च करते थे। Këtu sqarohet edhe kuptimi i atyre haditheve ku profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë që të shpenzohet pa ngurim. Kuptimi është shpenzoni sipas vendit dhe rastit मतलब ये dhe pastaj nuk duhet të ketë asnjë hezitim. के हिसाब से खर्च करो। Nuk është kuptimi që nëse në shkretetir vinë 3 njerëz të theren 3 deve dhe më pas mishi të shkoj dëm sepse aty nuk ka të tjerë për ta ngrënë. Me siguri nuk do të ketë pasur të tjerë në shkretetir. Edhe nëse janë gjetur disa njerëz, prap do të ketë mbetur mjaft mish që mund të ketë shkuar dëm फिर भी कुछ ना कुछ në rastin e hatimit, domethënë. Kjo nuk ka asnjë dobi. उसका फायदा कोई Pra duhet shpenzuar sipas vendit dhe rastit. Nëse po shpenzoni në rrugën e Allahut dhe sipas vendit dhe rastit, atëherë rini të qetë, sepse Allahu i Madhërisëm ka premtuar se siç tha edhe në ajetin e Kuranit, क्योंकि njerëz të tillë nuk do të kenë as frikë e as pikullim. अल्लाह ताला ने फरमाया कोई फिक्र और गम नहीं Sidoqoftë, Hazrat Muslim Audi thotë se në krahasim me këtë, profeti sallallahu alaihi wasallam nga njëra anë ishte aq bujar सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम sa siç u përmend, sahabët thonë se në ditët e Ramazanit ai tregonte bujari sikur të frynte një erë e fuqishme, por nga ana tjetër ai shpenzonte me mend dhe me urtësi. लेकिन दूसरी तरफ Transmetohet nga Hazrat Abdullah bin Omeri se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: रवायत है sikur të kisha ardh sa malet e Tihamës, pra sa vargmali bregdetari i Arabisë, tha do ta shpërndaja të gjithin ndër ju dhe nuk do të më gjenit as gënjeshtar तो मैं e as सब kopratës. तकसीम कर देता। Në një transmetim tjetër, Hazrat Abu Dheri radhiyallahu anhu tregon, रवायत है po ecja me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam në fushën e Medinës, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ kur para nesh u shfaq mali i Uhudit. में चला जा रहा था। Profeti sallallahu alaihi wasallam tha: "O Abu Dher, unë i thash urdhëroni o i dërguari i Allahut." मैंने कहा Profeti tha: या रसूल अल्लाह, "Nuk do të më pëlqente आपने फरमाया që të kisha ardh sa ky Uhud, कि मेरे पास इस ओहद sa ky mal dhe të kalonte nata e tretë, ndërsa prej tij të më kishte mbetur edhe një dinar, përveç diçkaje që do ta kisha lënë për të shlyer borxhin. जो मैंने Përkundrazi, do ta shpenzoja patjetër ndër robërit e Allahut, kështu dhe kështu." Pra profeti tregoi nga e djathta, nga e majta dhe nga pas. Pastaj vazhdoi të ecte dhe tha: "Ata që kanë shumë pasuri do të jenë të varfër në ditën e Kiametit." Pra ata që janë të pasur, që vazhdojnë të grumbullojnë para dhe nuk shpenzojnë për nevojtarët dhe të varfrit, do të jenë të varfër në ditën e Kiamit. Tha, përveç atij që shpenzon kështu dhe kështu. Pra ai që shpenzon nga e djathta, nga e majta dhe nga pas, ai nuk do të jetë i varfër në ditën e Kiametit. Pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam tha: "Dhe të tillët janë shumë pak." और वो बहुत Pra, janë shumë të pakt ata që shpenzojnë në këtë mënyrë në rrugën e Allahut. Ata që janë të pasur, nëse janë besimtar të vërtet, nuk tregojnë kopratc, por shpenzojnë pa frikë në rrugën e Allahut. मोमिन मालदार Pastaj Allahu i lartësuar vazhdon të i begatojë edhe më shumë ata dhe i bekon. Transmetohet nga Hazrat Enesi se një njeri i kërkoi profetit gjithë delet që ndodheshin midis dy maleve dhe profeti i ia dha të gjitha. Pastaj ai shkoi te populli i tij dhe tha: "O populli im, वो अपनी कौम के पास pranojeni Islamin." ए
Pasha Zotin, Muhamedi jep aq shumë saqë nuk ka as pak frikë nga varfëria. Sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Enesi thotë se nganjëherë ndodhte që dikush e pranonte Islamin vetëm për dynja, por sapo e pranonte Islamin, Islami bëhej për të më i dashur se dynjaja dhe gjithçka që ndodhet në të. Hazrat Enes bin Maliku radhiyallahu anhu thotë, profeti i nderuar sallallahu alaihi wasallam nuk ruante asgjë për të nesërmen. Hazrat Utba bin Harith tregon, profeti sallallahu alaihi wasallam na fali namazin e ikindis, pastaj pas namazit shkoi shpejt në shtëpi dhe pas pak kohe doli përsëri. Transmetuesi thotë se unë e pyeta ose dikush tjetër e pyeti dhe profeti tha, në shtëpi kisha lënë një cop ari nga pasuria e sadakas, nuk e pëlqeva që ajo të rrinte tek unë gjithë natën, prandaj e ndava. Hazrat Selema thot, i dërguari i Allahut erdhi tek unë dhe ngjyra e fytyrës së tij kishte ndryshuar. Hazrat Selema thot se mendova se kjo ishte ndoshta për shkak të ndonjë shqetësimi ose dhimbje. I thash, o i dërguari i Allahut, po shoh se tu prish qerja, a ke ndonjë shqetësim? Profeti tha, jo, është për shkak të atyre 7 dinarëve që na erdhen në mbrëmje. Nata kaloi dhe ne nuk i shpenzuam. I kisha harruar në cep të shtratit. Kur ju kujtuan, kjo gjë e shqetësoi shumë profetin sallallahu alaihi wasallam. Transmetohet nga Hazrat Uqba. Ai tha, fala namazin e kindis pas profetit në Medinë. Profeti dha selamin dhe u ngrit shpejt, kaloi mes njerëzve dhe shkoi drejt dhomës së bashorteve të tij të lira. Njerëzit u shqetësuan nga ky nxitim i profetit. Pastaj profeti doli te ta dhe pa se ata ishin të habitur nga ky nxitim. Atëherë tha, mu kujtua se kisha pak ar pranë meje dhe nuk e pëlqeva që ai të më pengonte vëmendjen nga përmendja e Allahut. Prandaj urdhërova që të shpërndahej. Hazrat Mesihu i premtuar alayhi salatu wasalam thot, gjendja e profetit sallallahu alaihi wasallam ishte e tillë që çfarëdo që kishte pranë shpenzonte me bujari. Njëherë në shtëpinë e tij kishte një monedh ari. Ai e mori dhe e ndau. Pra e shpërndau mes njerëzve. Duke e përmendur po këtë ngjarje, इसी वाकये का जिक्र करते हुए एक जगह मुस्लिम मौद ने ये इस तरह लिखा है. Duke e përmendur po këtë ngjarje, Hazrat Muslim Maudi e ka shkruar në këtë mënyrë. Njëherë erdhën disa para sadakaje, pra u sollën disa para sadakaje. Gjatë ndarjes së tyre një dinar ra në një cep dhe profeti sallallahu alaihi wasallam nuk ju kujtua ta merrte. Pas namazit ju kujtua, prandaj duke kaluar me nxitim mbi njerëzit, shkoi shpejt në shtëpi. Sahabët pyetën, o i dërguari i Allahut, çfarë të ndodhi? Profeti tha, një dinar kishte mbetur pa u ndar, desha që sa më shpejt të ishte mundur edhe atë ta shpërndaja. Me pak fjalë, pavarësisht nga pasuria dhe mjetet që vinin pranë tij, profeti shfaqte një zemërgjërsi dhe pavarësi të tillë nga pasuria saqë njeriu habitet. Çfarëdo që i vinte, ai shpërndante në rrugën e Zotit. Hazrat Enesi tregon, te profeti sallallahu alaihi wasallam u soll pasuri nga Behreini. Profeti tha, vendoseni në xhami. Kjo ishte pasuria më e madhe që ishte sjell ndonjëherë tek i dërguari i Allahut. Profeti sallallahu alaihi wasallam doli për namaz dhe nuk i kushtoi vëmendje asaj pasurie. Madje nuk e shikoi fare. Kur mbaroi namazin, shkoi pranë asaj, çdo që shihte i jepte prej saj. Ndërkohë Hazrat Abbasi erdhi dhe tha, o i dërguari i Allahut, më jepni edhe mua, sepse në ditën e Bedrit unë pagova shpagimin tim dhe shpagimin e Akilit. Akili ishte nipi i Hazrat Abbasit, pra Akil bin Abi Talib. Atëherë i dërguari i Allahut i tha, merr prej saj. Hazrat Abbasi mbushi me të dyja duart dhe e hodhi në rrobën e tij. Pastaj u përpoq ta ngrinte, por nuk mundi. Tha, o i dërguari i Allahut, urdhëro dikë që të ma ngrej. Profeti tha, jo, kjo nuk mund të bëhet. Ai tha, atëherë ma ngre ti dhe ma vendos mbi shpinë.
Profeti tha, jo, as kjo nuk bëhet. निकाल दिया Atëherë Hazrat Abasi nxori pak prej saj, pastaj u përpoq sërish ta ngrinte, por prap nuk mundi. Tha, o i dërguari i Allahut, urdhëro dikë që të ma ngrej. Profeti tha, jo. तो उन्होंने कहा Tha, atëherë ti vetë ma ngre dhe vendos ma mbi shpinë. नहीं Jo, i tha profeti. इस पर उन्होंने Atëherë इसमें से कुछ और निकाल दिया ai nxori edhe pak prej saj, pastaj e ngriti, e vendosi mbi shpatull dhe u largua. चले गए Kur ai u largua, i dërguari i Allahut vazhdoi ta shihte derisa u zhduk nga sytë tan. हर मौके पर Në çdo rast, profeti sallallahu alajhi wasallam i këshillonte sahabët për maturi. Është në rregull, unë të jap, por ngrije e vet लेकिन dhe merr me mas. चाहे वो करीबी Edhe nëse bëhet fjalë për të afërm të ngushtë, duhet të ketë maturi. Njeriu duhet të marrë aq sa ka nevojë, jo më shumë. Në fund të këtij hadithi, transmetuesi ka shkruar se profeti u habit nga lakmia e Hazret Abbasit, por kjo është përshtypja personale e rrëfimtarit. Mund të jetë që profeti nuk po e shikonte për shkak të habitjes nga lakmia, por ndoshta atij i ishte kujtuar koha e varfërisë dhe gjendja e mëparshme e sahabëve. Ai mund të ketë qenë duke menduar se si këta njerëz kanë bërë sakrifica, si kanë kaluar periudha të varfërisë dhe sot si Allahu i lartësuar po i begaton. Edhe komentues të ndryshëm e kanë quajtur këtë si mendim personal të rrëfimtarit. Nuk është se profeti u habit duke menduar pse po tregohet lakmitar Hazret Abasi. Jo, përkundrazi, komentuesit kanë përmendur mendime të tjera lidhur me këtë. Hazret Jabir bin Abdullah tregon, kur nuk ndodhi që dikush t'i tregonte diçka të dërguarit të Allahut, dikush t'i kërkonte diçka të dërguarit të Allahut dhe ai të thoshte jo. Hazret Sehel bin Sadi thot, i dërguari i Allahut kishte shumë turp të mirë. Sa herë që i kërkohe diçka, ai e jepte. Ibn Abi Haythama transmeton nga Hazret Aliu se kur Hazret Aliu përshkruante cilësitë të dërguarit të Allahut, thoshte për të dhënë të mira materiale, profeti ishte më bujari ndër të gjithë njerëzit. Hazret Sahal bin Sadi tregon se një grua erdhi me një burda. Burda është një lloj çarçafi ose mbules. Tha, o i dërguari i Allahut, këtë e kam endur vetë me duart e mia që të vesh ty. Profeti sallallahu alaihi wasallam e mori sepse kishte nevojë për të. Pastaj doli tek ne dhe e kishte veshur po atë çarçaf si izar, pra si rrobë të mbështjellë në pjesën e poshtme të trupit. Një person nga të pranishmit tha, o i dërguari i Allahut, ma jep mua këtë çarçaf që ta vesh. Profeti tha, mirë. Profeti qëndroi edhe për pak kohë në këtë kuvend, pastaj hyri brenda e palosi atë çarçaf dhe i dërgoi atij personi. Pra profeti ndroi rrobat dhe erdhi me çarçaf tjetër. Njerëzit i thanë atij personi, nuk ke bërë mirë që ja kërkove këtë. Ti e di se profeti nuk e kthen mbrapsht atë që kërkon. Ai tha, unë ja kërkova vetëm që kur të vdes, ky të bëhet qefini im. Është shkruar se Hazret Sahli tha se më vonë po ai çarçaf u përdor si qefini i tij. Në një transmetim, Hazret Misfer bin Mahrama thot se i dërguari i Allahut shpërndau disa këmisha të gjata, por Mahramas nuk i dha asnjë. Mahrama i tha djalit të tij, o biri im, eja të shkojmë tek i dërguari i Allahut. I biri Misveri thot, pra që është rrëfimtari, biri, thot se unë shkova me të dhe ai më tha, hyr brenda dhe thirrje profetin tek unë. Ai thot, unë isha i vogël, hyra brenda dhe i thirra profetin duke i treguar se babai im kishte ardhur. Profeti doli tek ai dhe në dorë kishte njërin prej atyre këmishave të gjata. Profeti tha, unë e kisha ruajtur për ty këtë. Pra ti kishe ardhur të ankoheshe apo jo? Para se ai ta shprehte ankesën, profeti ia dha atë rrobë duke i thënë, unë e kisha ruajtur për ty. Rrëfimtari thot se profeti e pa mahremen dhe i tha, shikoje këtë. Pastaj tha, kjo rrobë është për ty. Mahremaja u gëzua shumë nga kjo. Në një transmetim tjetër thuhet se profeti e njohu zërin e Mahremas dhe doli vet jashtë. Pra nuk ndodhi që djali të hynte brenda për ta thirrur, por profeti vet doli. Pranë tij kishte një këmish e gjatë. Ai po ja tregonte bukuritë e saj dhe i thoshte, unë kisha ruajtur këtë për ty. Transmetohet nga Hazret Enes bin Maliku, po ecja me të dërguarin e Allahut, profeti kishte hedhur mbi vete një mantel nga Nejrani, i cili
kishte buzë të ashpër, një beduin ju afrua dhe ja tërhoqi mantelin me shumë forcë. Unë pash anën e qafës së të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, për shkak të tërheqjes së fortë, buza e mantelit kishte lënë shenjë në qafën e tij. Pastaj beduini tha: "O Muhammed, urdhëro që të më jepet edhe mua nga pasuria e Allahut që është pranë teje." I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u kthye nga ai, buzëqeshi, dhe pastaj urdhëroi që t'i jepe diçka. Hollësia e kësaj ngjarje është përmendur në një vend kështu. Hazrat Abu Huraira tregon: profeti i nderuar sallallahu alaihi wasallam ule me ne në kuvent dhe bisedonte. Pastaj kur ngrihe, edhe ne ngriheshim derisa ai shkonte në shtëpinë e tij te në njëra prej bashorteve. Një ditë profeti po fliste me ne. Kur u ngrit, edhe ne u ngritëm. Atëherë pam një beduin që e kapi profetin dhe e tërhoqi nga manteli. Qafa e profetit u skuq nga kjo tërheqje. Hazrat Abu Huraira tregon se manteli i profetit ishte shumë i ashpër. Kur profeti u kthye nga beduini, ai i tha, beduini i tha: "Ngarko mall mbi këto dy devet e mia, sepse ti nuk do të më japësh as nga pasuria jote dhe as nga pasuria e babait tënd." Pra beduini shfaqi sjellje shumë të paedukat. Rrëfimtari thotë se për këtë profeti i nderuar tha: "Jo, dhe unë kërkoj falje prej Allahut." Pastaj përsëri tha: "Jo, dhe unë kërkoj falje prej Allahut." Dhe përsëri tha: "Jo, dhe unë kërkoj falje prej Allahut." Profeti i tha, pra bëri istighfar dhe tha: "Jo, nuk do të jap derisa të më japësh dëm shpërblimin për këtë tërheqje që më bëre." Pra për këtë që më tërhoqe mantelin dhe më lëndove qafën, më dëm shpërblej, tha profeti. Çdo herë beduini thoshte: "Pasha Zotin, unë nuk do të dëm shpërblej për këtë." Pra i tha: "Pasha Zotin, nuk do të dëm shpërblej për këtë sepse ti nuk e kthen të keqen me të keqe." Beduini ishte i zgjuar dhe përdori këtë mënyrë, duke thënë se ti nuk e kthen të keqen me të keqe. Prandaj nuk ka si të më kërkosh dëm shpërblim. Unë kam bërë keq, por ti nuk do të më bësh keq. Pra, thoshte ai. Atëherë profeti i nderuar buzëqeshi, pastaj profeti i tha Hazrat Omerit: "Ngarkoi njërës prej dy deveve të tij elb dhe tjetrës hurma." Pra, mbushja të dyja devet, jo vetëm që profeti i dha pasuri, por ja fali edhe teprimin dhe sjelljen e tij të keqe. Hazrat Jabir bin Abdullah tregon se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: "Nëse në vjen pasuria e Bahreinit, do të jap kështu, kështu dhe kështu." Profeti e tha këtë duke bashkuar të dyja duart. Por profeti ndroi jetë para se të vinte pasuria e Bahreinit. Më vonë ajo pasuri u soll tek Hazrat Abu Bekri pas ndërimit jetë të profetit sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Abu Bekri urdhëroi një lajmetar të shpallte: "Kushdo që ka ndonjë premtim apo borxh mbi të dërguarin e Allahut, le të vi." Hazrat Jabiri thot: "Unë ngrita dhe thash, profeti kishte thënë se nëse vjen pasuria e Bahreinit, do të më jap kështu, kështu dhe kështu." Atëherë Hazrat Abu Bekri mbushi një grusht të madh me të dyja duart dhe më tha: "Numroje." Unë numrova dhe dolën 500 dirhem. Pastaj i tha: "Merr edhe dy fishën e kësaj." Hazrat Talha bin Hadrami, të cilin i dërguari i Allahut e kishte caktuar guvernator në Bahrein, e kishte dërguar këtë pasuri nga Bahreini, edhe pas ndërimit jetë të profetit, Hazrat Talha radhiyallahu anhu qëndroi në të njëjtën detyrë. Harun bin Riab tregon se një herë te profeti u sollën 70.000 dirhem. Kjo ishte pasuria më e madhe që kishte ardhur pranë profetit. Pastaj kjo pasuri u vendos me një rogoz. Profeti u ngrit për ta ndarë atë. Kushdo që erdhi si kërkues, profeti nuk e ktheu duar bosh, derisa i shpërndau të gjithë pasurinë. Kjo është ajo që thuhet në këtë rrëfim, ndërkohë te profeti kanë ardhur edhe pasuri më të mëdha se kjo, ndoshta sipas dijes së rrëfimtarit kjo ishte pasuria më e madhe, ose deri në kohën kur ai po tregonte këtë rrëfim, kjo ishte më e madhja, sepse në rrëfimin e mëparshëm pasuria që u soll nga Bahreini ishte shumë më e madhe se sa kjo. Transmetohet nga Hazrat Abu Huraira se një person mbriti tek profeti dhe kërkoi diçka. I dërguari i Allahut mori hua rreth 70 kg drith, pra gjysmë vesku, dhe ja dha atij. Vesk është një simatse në arabisht.
Thot, pastaj personi që e kishte dhënë hua erdhi për ta kërkuar. Profeti i dha rreth 140 kg, pra një vesk të plot, dhe tha: gjysma është për shlyerjen e borxhit, ndërsa gjysma tjetër është dhuratë për ty. Vesk dhe sa janë njësi matëse arabe, një vesk është afërsisht 60 sa, një sa ishte rreth 2.3 kg, prandaj një vesk i plot bëhet rreth 140 kg. Kjo është mënyra më e bukur e kthimit të borxhit. Profeti kishte marrë hua vetëm gjysmë vesku drith, dhe kur ja ktheu atij që e kishte dhënë hua, i dha një vesk të plot. Kjo është mënyra e shkëlqyer e kthimit të borxhit. Transmetohet nga Hazret Sahel bin Saadi se për të dërgurin e Allahut u bë një gjybe e zezë prej leshi. Një ditë profeti doli te sahabët duke veshur atë. Tha: a nuk e shihni sa e bukur është? Një beduin tha: o i dërguri i Allahut, nëna dhe babai im qofshin kurban për ty. Ma dhuro këtë gjybe e mua. Dhe nuk ka ndodhur kur që të dërgurit e Allahut i kërkonte dikush diçka dhe ai i thoshte jo. Kështu i dërguri i Allahut e hoqi gjyben dhe ja dha beduinit. एक देहाती ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, ये जुब्बा मुझे इनायत फरमा दें। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मांगा गया हो और आपने ना कहा हो. Një transmetim shumë i bukur është ky. Hazrat Ibn Umeri tregon se i dërguri i Allahut sallallahu alaihi wasallam bleu një këmish nga një shitës rrobash për 4 dirhem. Kur profeti doli duke e veshur atë këmish, një burr nga ensarët tha: o i dërguri i Allahut, ma vish mua këtë këmish, Allahu të vesh me rrobat e xhenetit. Profeti e hoqi atë dhe ja dha atij. Pastaj shkoi përsëri te shitësi dhe bleu një këmish tjetër për 4 dirhem. Profetit i kishin mbetur edhe 2 dirhem, sepse në atë kohë ai kishte pasur gjithsej 10 dirhem. Me 4 bleu këmishin e parë, me 4 bleu të dytën dhe 2 dirhem i mbeten. Kur po kthehe, pa rrugës një vajzë robresh që po qante. Profeti e pyeti pse po qante, ajo tha: o i dërguri i Allahut, njerëzit e shtëpisë më kishin dhënë 2 dirhem që të blija miell me to, por ato më ranë diku dhe më humbën. Profeti i ja dha asaj 2 dirhemet që i kishte mbetur. Ajo u kthye përsëri, filloi të qante. Pse po qan përsëri, kur 2 dirhemet i kishte në dorë dhe mund të shkonte të blinte miell? Ajo tha: kam frikë se do të më rahin sepse jam vonuar shumë. Do të më pyesin se ku isha. Profeti u nis bashkë me të drejt shtëpisë së njerëzve. Kur arriti atje, u dha selam. Ata e njohën zërin e profetit, por në vend që t'i përgjigjeshin, qëndruan të heshtur. Profeti u dha selam për herë të dytë. Prapa ta heshtën. Për herë të tretë u dha selam. Atëherë ju përgjigjen. A nuk e dëgjuat selamin që në herën e parë? I pyeti profeti. E dëgjuam, por deshëm që ti të na shtoje selamin. Edhe më shumë, që të na jepe paqe e bekim her pas here. Kjo ishte dëshira e sahabëve për të marrë sa më shumë bekime nga selami i profetit. Pastaj thanë: o i dërguri i Allahut, nëna dhe babai ynë qofshin kurban për ty. Për çfarë ke ardhur? Profeti tha: kjo vajzë kishte frikë se do të arrinit. Pronari i asaj vajze robreshe tha: për shkak se ti erdhe bashkë me të, unë i liroj këtë vajzë për hir të Allahut. Profeti i nderuar u dha atyre përgëzim dhe mirësi dhe xhenet. Pra, lajm për xhenet. Pastaj tha: Allahu ka vendosur bekim të madh në këta 10 dirhem. Me ta veshi profetit të tij një këmish, veshi edhe një ensar me këmish dhe për shkak të tyre u lirua një vajzë robresh. Allah Taala ne apne nabi ko bhi isse kameez pehnayi aur ek ansari ko bhi kameez pehnayi aur ek londi ko bhi iski wajah se azad kara diya. Hazrat Usmani i paraqiti profetit të nderuar një tuf rushi si dhurat. Thuhet gjithashtu se ishte një tuf hurmash. Pra në një vend është përmendur si rush, në një vend tjetër si hurma. Sidoqoftë, më pas erdhi një kërkues dhe profeti ia dha atij. Pastaj Hazrat Usmani e bleu atë tuf prej tij për një dirhem, me sa duket ishte një tuf e veçantë, ndoshta rush ose hurma, shumë të mira. Ai e bleu nga ai kërkues dhe e solli përsëri në shërbim të profetit. Pastaj kërkuesi erdhi përsëri te profeti dhe ia dha sërish. Profeti pra ia dha sërish. Kjo ndodhi 3 herë. Hazrat Usmani i blinte e paraqiste te profeti, ai njeri vinte përsëri e kërkonte dhe profeti ia jepte sërish. Në fund profeti
I dha me butësi atij kërkuesi i tha: "O filan, je kërkues apo tregtar?" Do të thënë, ke ardhur për të kërkuar apo po bën tregti, sepse kërkuesit nuk po veprojnë në këtë mënyrë. Ti po fiton dirhem dhe po bën tregti. Profeti nuk e refuzoi, por këshilloi me shumë butësi se kjo që po bënte nuk ishte e përshtatshme. Hazrat Abdullah bin Salami tregon se kur Allahu i lartësuar deshi t'i jepte udhëzim Zeid bin Sanehu tha: "Të gjitha shenjat e profetësisë i pash në fytyrën e bekuar të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, përveç dy gjërave që ende nuk i kisha kuptuar nëse gjendeshin tek ai apo jo. Njëra ishte se butësia e këtij profeti do ta mundte zemrimin e tij. E dyta ishte se sa më shumë të cilë dikush me padituri, aq më shumë ai do të shtonte butësinë dhe durimin. Unë vazhdova të kërkoja rastin që t'i provoja këto dy shenja. Sidoqoftë, të provoja, thot ai, është një mënyrë tjetër të thënë, rasti u krijua në këtë formë. Zeid bin Sanehu tregon: "Një ditë profeti doli nga shtëpia dhe me të ishte edhe Ali bin Abi Talibi. Në atë kohë erdhi një kalorës i cili duke si beduin, tha: "O i dërguari i Allahut, banorët e fshatit të fisit filan në Busra janë bërë musliman. Unë nuk isha thënë se nëse bëheni musliman do t'u jepet furnizimi i bollshëm. Tani për shkak të mungesës së shiut ata janë përballuar me vështirësi, me uri. O i dërguari i Allahut, kam frikë se ashtu siç hyn në Islam nga shpresa e begatisë, mos tani nga lakmia e furnizimit të dalin prej Islamit. Nëse ke mundësi dhe e sheh të përshtatshme, dërgo diçka për t'i ndihmuar dhe për t'u ngushëlluar zemrat." Profeti e pati njëri me profetin ishte edhe Hazrat Aliu, i cili tha: "Në këtë kohë nuk kemi diçka të tillë që mund të dërgohet menjëherë për ndihmë." Zeid bin Sana thot: "Unë ju afrova profetit sepse isha afër dhe po e shihja këtë gjendje. I thash: O Muhammed sallallahu alaihi wasallam, a mund të shesësh hurmat e kopshtit të fisit filan me një sasi të caktuar dhe me një afat të caktuar?" "O hebre," i tha profeti, "mund të shes hurma me një sasi të caktuar dhe me afat caktuar, por nuk mund ta pranoj kushtin që ato të hurma të jenë patjetër nga kopshti i fisit filan." Zeidi tha: "Mirë." Kështu profeti bëri marrëveshje me mua, unë hapa qesën time dhe i dhash profetit 80 mithkal ar si parapagim, që në kohën e caktuar ai të më jepte një sasi të caktuar hurmash. Një mithkal është afërsisht 4.25 gram. Profeti i dha atë ar njeriu që kishte ardhur për të kërkuar ndihmë dhe tha: "Shprendaj në mënyrë të barabartë ndër ata njerëz të vuajtur dhe ndihmoi me të." Zeid bin Saneu thot: "Afati i caktuar ende nuk ishte ardhur. Kishin mbetur edhe 2 ose 3 ditë. Unë shkova te profeti, e kapa për jakën, ja tërhoqa rrobën dhe duke bërë sikur isha i zemëruar, thash: O Muhammed sallallahu alaihi wasallam, a nuk do ta paguash të drejtën time? Pasha Zotin, unë e njoh mirë zakonin e Benu Abdul Mutalibit, se jeni shumë hileqar në shlyerjen e borxhit. Edhe zakonin tënd të vonimit e di mirë, këtë e kam provuar." Në fakt nuk bëhe fjalë fare për vonesë, sepse afati nuk kishte ardhur ende, por në atë kohë ai ishte edhe kundërshtar ose donte ta provonte profetin, sidoqoftë, veproi kështu. Zeidi thot: "Në atë kohë po shikoja Omerin, i cili ishte aty pranë. Nga zemrimi syti i rrotulloheshin sikur të ishin një rrotë që sillet. Hazrat Omeri më pa me një vështrim shumë të ashpër dhe tha: O armik i Allahut, kërko falje." Tha: "Këtë fjalë i a thua të dërguarit të Allahut që unë po i dëgjoj? Dhe sillesh me këtë paturpsi që unë po e shoh? Pasha atë Zot që e ka dërguar atë me të vërtetën, sikur të mos kisha frikë prej tij, do ta prisja kokën me shpatën time." Zeidi thot: "Ndërkohë i dërguari i Allahut po e shikonte Omerin me shumë qetësi dhe buzëqeshje. Pastaj profeti tha: O Umer, në vend të këtij zemërimi, unë dhe ky njeri kemi më shumë nevojë për diçka tjetër. Ti duhet më thoshe mua që ta shlyeja borxhin në mënyrë të bukur, dhe ati ti thoshe që ta kërkonte të drejtën e tij në mënyrë të bukur. O Omer, merre me vete dhe jepi atë drejtën e tij, madje jepi edhe 20 sa hurma më tepër." Zeidi më pyeti: "O Omer, pse kjo shtesë?" Omeri u përgjigj: "Profeti më urdhëroi që për ashpërsinë që tregova ndaj teje të jap më shumë." Zeid bin
Zejdi I tha, o Umer, a e di kush jam? Jo, kush je? Më tha Umeri. Unë I thash, jam Zejd bin Saneh. Umeri pyeti, a I Hibr, pra dietari I madh I hebrejve? Po, I përgjigja. Po, dietari I hebrejve. Atëherë Umeri tha, si mund të silleshe me kaq paturpsi ndaj të dërguarit të Allahut, duke qenë një dietar kaq I madh? U përgjigja duke thënë, o Umer, të gjitha shenjat e profecisë kur e pash profetin I gjeta tek ai, përveç dy shenjave që ende nuk I kisha provuar. E para, a është butësia e këtij profeti më e madhe se zemrimi I tij? Dhe dyta, sa më shumë të sille dikush me ashpërsi e padituri ndaj tij, a do të sille ai edhe më shumë me butësi dhe durim? Tani I kam provuar të dyja këto. O Umer, ty të bëj dëshmitar se unë jam I kënaqur me Allahun si Zotin tim, me Islamin si fen time dhe me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam si profetin tim, dhe të bëj dëshmitar se gjysma e pasurisë time, sepse unë jam një njeri I pasur, është sadaka për umetin e Muhammedit. Hazrat Umeri I tha, thuaj për disa prej umetit të Muhammedit, sepse I gjithë umeti nuk mund të numërohet. Si mund të mjaftoj pasuria për të gjithë? Zejdi tha, mirë, atëherë për disa prej tyre është sadaka. Pastaj Zejdi shkoi tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe tha, dëshmoj se nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Zotit, dhe dëshmoj se Muhamedi është robi dhe I dërguari I Allahut. Unë besoj në të. Kështu Zejdi e pranoi profetin dhe bëri bejat. Ai mori pjesë në disa betejë bashkë me profetin derisa ndroi jetë rrugës duke u kthyer nga betejë e Tebukut. Ai ishte dietar hebre, kishte natyrë të mirë dhe pasi I pa të gjitha shenjat tek profeti sallallahu alaihi wasallam, e pranoi Islamin. Ky është morali I bukur I profetit, që jo vetëm që mori borxh për ta shpëtuar një popull nga uria, por me moralin e tij bëri që edhe një dietar hebre të pranonte Islamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid. निजात दिलवाई, बल्कि अपने अखलाक से एक यहूदी आलम को भी मुसलमान बना लिया. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम इन्नका हमीदुम मजीद. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.